Qifit që të rrivet vrasjes sot? Por ata kanë qenë familje shumë e rregullt, shumë familje mirë, sidomos gruaja e shefitit, dashuria ka qenë zonjë grua për neve. Shumë e mira. Edhe fëmijët i ka patur në migracion të gjithë. Nuk e dim tash, se nga u ka ardhur ajo me njëri tjetrin nuk e di. Kush mendoni se mund të qenë shkaku i vrasjes? Nuk e dim, nuk llafos dot. Pa problemet të tyre familjare, arritën në këtë pikë që vran njëri tjetrin, nuk e di. Në të gjotë Krismas? Jo, unë isha në punë. Isha në punë, kur erdha unë, gjitha këto gjatë plot. Ndjeni të rishtuar? Kur mora vesh, më ka ardhur shumë keq, sidomos për ata dashuri. Ka qenë zonjë grua. Ka ardhur shumë keq. Po për shoqë ka qenë pak problematike? Me fshati me lagje, me ne ka qenë mirë. Tashin problemet e tyre familjare neve nuk i dim. Po me ne sillesh mirë. Nuk e dim. Që të flasim kot, nuk e dim. Shumë të mirë. Si kom shinj që ishim shumë të mirë ish. Problemet të tyre brada për brada nuk e dim se që kanë pasur. Po me ardhin e djalit kanë pas probleme? Jo, nuk e besoj. Kush mendoni se mund të qenë shkaku? Nuk e di. Djali shumë i mirë, punëtor. Nuk e di tjera, s'pas dhe. Çfarë qysh mund të ketë pasur ndodhi vrasja? Kjo, sidomos zonja, ishte një grua e mrekullueshme për mua. Ishte një nga gratë e rralla. Unë e respektoja tamam si motrën time. Tash se si ndodhi, se di. Çfarë të themi me këtë? Shefiti? Shefiti nuk e di. Konsumonte alkool? Jo, asnjëherë alkool, vetëm alkool s'përdor kur ai. I vetëm i burrë që s'përdor alkool. Mendon që ardhja e djalit vogël nga Greqia ka qenë sebebi i shërbimit? Mbase ka qenë problemi. Si ishte djali vogël, konsumator? Ai ishte një nga djalët më të urtë që se si ka patur problemet e tyre. Në momentin që ndodhi ngjarja ju si Jo, nuk isha në shtëpi. Isha ndë nga baktit e mia. E dini që mbante armë në shtëpi? Jo, nuk e dija. Se janë anëtarë këto në fshatit tonë ata. Sa vite kanë? Po, mbi 20 vjetë që kanë ardhur këto. Si njihni juve nga larg? Nga largu i kam njohur njerëz më të mirë këta këtu. Komshit më të mirë që kisha. Sidomos zonja. Zonjën e kisha tamam si motrën time. Me çfarë punësh merresh? Megjithëse ishte moshë madhe. Vetëm ajo mirësh me këto, me pularit, me këto, me të gjitha gjërat. Me kë jetonte çifti? Të dy vetëm. 9 fëmijë ata jetonin vetëm. Sipas në emigracion. Kush ka qenë shkaku? Nuk e di. Edhe para 4 ditësh kanë patur një grindje, ka ardhur. Po, e di ata, problem që ka patur një grindje, nuk e di. Të them që Disa po thoshin që me ardhin e djalit një prej djeve nga emigracioni kishin lidhur debate. Lidhur debate se më dëgjoj mua zotëri se tër nuk e di, jo. Kështu thon, nuk e di. Masa ka lozë loto, nuk e di, se si kështu kam dëgjuar. Ka lozë loto, gjithmonë ajo është problematika. Tash do më falni se Faleminderit. Gozdaje. Si morët vesh ngjarjen? Me anë të televizionit. Kisha po dëgjoj lajmet, të emisioni me një stumër. O dhe da gjajojnë, të ati e djova, edhe u veshëm erdhe me herë. Si njihni çifti? Shumë mirë, në këj bakë Si janë trajtuar njëri me tjetrin? Po, ta kanë kaluar mirë, ishin anë e lartë në malësia, erdhën këtu kanë vite, mirë kanë shkuar këtu. Shani unë. Burime në zonë me bie që kanë patur konflikte të bashkëshorte. Mo kanë patur, mos të rri këtu në Rim Budalli, unë jam mikë. Sa fëmijë kanë? Prindërt të sa fëmijëve janë? Një ashtu tjerë në Greqi. Tani unë të gjenjë kot, unë jam i larguar pak Rim Budalli, si jam këtu i lajtë. Keni kontaktuar për herë të fundit? Po bëndë, një vit gjysë. Kishin probleme pronash, probleme familje? Dijenin tuaj? Nuk di, të gjenjë kot. Di që si miki ka marrë, më kam pritur, të regu, familje regu. Se po reagojnë dhushën familjarë të tyre? Tani unë ku e di kjo ka qenë konflikti qasit, asë e ka pasur, unë jam qiklar, tash nuk i di të gjenjë kot, unë them atë që di. E dini që mbante armë në shtëpi? Ja, më që ne, unë gozdaje, e ka të qupa, unë se ime gozdaje. Kush nga banor të fshatit tha që me ardhin e djalit nga emigracioni ata kanë patur debat, pasi djali përdorte lënë narkotike dhe alkool. Po tani unë... Si dhe bigjoz. Po dhe mundën, unë nuk di ke se Rim Budalli, tash edhe njëherë, të gënjej kot, se këto janë gjera të flash me kompetencë, jo të flash kot gënjesh. Ju nga jashtë
Unë jam në Plallia. Që kishte marrëdhënie të mira? Të mira, kam njohur për atë kohë, kam njohur mirë. Tani këtu në Kalamaq, nuk di tani çka kanë ndodhur këtë ditë, këto muaj. Sa vjeç është djali i vogël? Nuk e kam idenë sa vjeç është. Po ka qenë Greqi, i madh. Jo si informohesh kthyer nga Ai ishte Greqia. udhëheq. Ti që pse është kthyer djali nga Greqia? Nuk kem patur lidhje, po. Them kot. Se si apo Dhe pas krave të mi është ngjarja, është banesa e çiftit të moshuar tashmë të dy viktima të një vrasje e cila ka ndodhur rreth orës 4 pushk. Gruan e tij 75 vjeçare dhe brenda banesës nuk janë tërhequr nga policia e cila është duke bërë veprimet e para hetimore. Ka një dëgjohen të qara, dëgjohen të përtitura, por nuk dihet ende arsyet e vërteta që çuan në vrasjen e dy personave. Çifti në fjalë, Shefit dhe Dashuri Rapaj, kanë 9 fëmijë, një prej të cilëve kishte ardhur nga emigrimi nga Greqia 40 ditë më parë, nuk dihet arsyet e kthimit të tij.